Përshëndetje. Ndaj foljet dhe numrat rreshtor. Prilozi I redni brojeri. Pas mbiemrave mund të mësoni dhe ndajfoljet. Në gjuhën serbe ka shumë ndajfolje që janë si gjinia asnjanëse. Këto ndajfolje dhe gjinia asnjanëse kanë të njëjtën formë. Për shembull, dobro, mirë, loše, keq, hladno, ftoht, toplo, ngroht, vruće, nxehtë, lepo, bukur, brzo, shpejt, sporo, ngadalë, slabo, dobët. Dobro sam, mirë jam. Hladno je, është ftohtë. Vruće je, është nxehtë. Ndajfoljet e vendit janë: ovde, këtu, tu, aty, tamo, atje, dole, poshtë, gore, lart, van, jashtë, unutra, brenda, blizu, afër, daleko, larg, desno, djathtas, levo, majtas. Mi živimo blizu, a vi živite daleko. Ne jetojmë afër, kurse ju jetoni larg. Ndajfoljet e kohës janë: juče, dje, danas, sot, sutra, nesër, sad, tani, ujutru, në mëngjes, uveçe, në mbrëmje, nikad, kur, asnjëherë, ponekad, ndonjëherë, nganjëherë, često, shpesh, uvek, gjithmonë, gjithnjë, rano, herët, kasno, vonë. Danas je lep dan. Sot është një ditë e bukur. Ndajfoljet e sasisë janë: malo, pak, mnogo, puno, shumë, dosta, mjaft, nekoliko, disa. Numrat rreshtor janë si mbiemra: mushki rod, ženski rod, srednji rod. Prvi, prva, prvo. Drugi, druga, drugo. Treći, treća, treće. Četvrti, četvrta, četvrto. Peti, peta, peto. Šesti, šesta, šesto. Sedmi, sedma, sedmo. Osmi, osma, osmo. Deveti, deveta, deveto. Deseti, deseta, deseto. Trinaesti, trinaesta, trinaesto. Dvadeseti, dvadeseta, dvadeseto. 33, 33, 33. Stoti, stota, stoto. Numrat rreshtor duhet të përputhen me emrat. Të shohim disa shembuj. Stefani prvi razred, a Angjela je 8. razred. Stefani është klasa e parë, kurse Angjela është klasa e 8. Pra, kurse në gjuhën shqipe dhe a, dok në gjuhën serbe. Jovan je treće dete u porodici. Jovani është fëmia I tretë në familje. Tani do të mësoni ditët e javës. Dani u sedmici su.
Ponedeljak e hënë, utorak e martë, sreda e mërkurë, qetvrtak e enjte, petak e premte, subota e shtunë, nedelja e dielë. Ponedeljak je prvi dan u sedmici. E hana është dita e parë në javë. Sreda je treći dan u sedmici. E mërkura është dita e tretë në javë. Nedelja je sedmi dan u sedmici. E diela është dita e shtatë në javë. Apo, nedelja je poslednji dan u sedmici. E diela është dita e fundit në javë. Pra, ne themi sedmica dhe ju thoni javë. Ne themi poslednji, poslednja, poslednje dhe ju thoni i fundit e fundit. Ne themi vikend dhe ju thoni fundjavë. Shihemi së shpejti, vidimo se uskoro.